Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i mundësive të mëdha që njeriu të afrohet më afër Zotit madhruar. Mundësi nga këto është edhe lutja, ku njeriu i drejtohet Zotit me kërkesë të veçantë, duke shfaqur të brendshmën e tij që Zoti t'i plotësoj atë që kërkon. Për të folur më shumë rreth kësaj teme, kemi të ftuar imamin e nderuar Isa Efendi Tërshani, ku ka për të folur rreth temës fuqia e lutjes në muajin e Ramazanit. I nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se ju kemi gjetë, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit juve gjithashtu. Atëherë, çfarë mund të na thoni për temën fuqia e lutjes në muajin e Ramazanit? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun e madhruar, përshëndetje dhe selamet i përcjellim figurës më të ndritur të njerëzimit, pejgamberit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarëve islam të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht më lejoni të përshëndes stafin drejtues dhe realizues të këtij emisioni me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Shpëtimi dhe paqja e Zotit qoftë mbi ju. Njëkohësisht më lejoni që këto ditë të bekuara të Ramazanit t'u uroj juve dhe të gjithë besimtarëve dhe teleshikuesve tuaj, duke lutur Allahun xhaleshanuhu që ibadetet e kryera Zoti i madhreshëm inshallah na e pranon, si dhe inshallah Zoti na mundson që ta përfundojmë edhe këtë muaj të begative të shumta, që në takimin me Allahun xhaleshanuhu dalim me fytyra të ndritura. Nuk ka dilemë se muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i ibadeteve të shumta, muaj i dhuratave, muaj i faljes së mëkateve dhe muaj i begative të shumta. Lirisht mund të themi se muaji i Ramazanit nuk është vetëm muaj i zbritjes së Kuranit, apo nuk është vetëm muaj i agjërimit, po është muaj i adhurimeve të shumta, e një ndër to është edhe muaj i duas apo i lutjes. I nderuar imam, çfarë është lutja dhe cila është rëndësia e saj në jetën e besimtarit? Lutja apo duaja, siç është në gjuhën arabe, është ibadet, ndërsa vlera e saj për besimtarin tek Zoti është e madhe, është shumë e çmuar. Zoti i madhreshëm Kur'an thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kërkoni prej meje që unë t'ju përgjigjem. Ndërsa pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wasalam me një hadith të tij thot: "Ed-du'a'u huwa al-ibade." Lutja apo duaja është ibadet. Allahu i madhruar ibadetet i ka dalluar në saje të cilësisë dhe rëndësisë. Disa ibadete apo disa adhurime i ka bën obligative për besimtarët, disa i ka nxit dhe disa i ka pëlqyer. Në vargun e ibadeteve të shumta, të cilat kanë peshë dhe vlerë, është edhe duaja. Për këtë, pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wasalam me një hadith tjetër thot: "Ed-du'a'u mukhul ibade." Duaja është thelbi apo është truri i ibadetit. Njëkohësisht, nuk duhet ta keq kuptojmë rolin dhe vlerën e duas, sepse duaja është komunikim i drejt për drejt me Zotin e madhreshëm, pa ndërmjetësues. Kur besimtari i ngrit duart dhe e lut Allahun xhaleshanuhu, e ndjen veten shumë më të relaksuar, e ndjen veten shumë më të qetë. Pse? Sepse nuk ka dilemë se po i drejtohet krijuesit të gjithësisë. Ftesa që Zoti i madhreshëm u ka bën njerëzve: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kërkoni prej meje se unë ju përgjigjem. Zoti na ka hap derën e lutjes, na ka hap derën e duas, na ka hap derën e kërkesave. A ka njerin këtë dunja që nuk ka nevoja?
Jo. A ka njeri në këtë botë që nuk ka kërkesa? Jo. A ka njeri në këtë botë që nuk ka halle, nuk ka dëshira, aspirate? Jo. Kujt i drejtohemi tjetër përpas Allahut? Kush tjetër mund të na i realizojë dëshirat dhe aspiratat më mirë se sa Zoti i Madhërisht? Prandaj, me lutjen tonë, me kërkesën tonë, me kthimin tonë, ka qielli, besimtari tregon sinqeritetin e tij, në nështrueshmërinë e tij ndaj Zotit dhe dobësinë e pafuqisë së tij me shumë çështje të cilat vetëm Krijuesi i gjithësisë ka mundësi me i kryer. Për të kaluar tek një temë tjetër dhe tek një pikë e rëndësishme rreth asaj që deri më tash thatë, përse duhet të lutemi kur Allahu din gjithçka për ne? Si shpjegohet kjo në aspektin fetar? Para se të filloj, vetëm një çështje duhet ta kem parasysh. Duhet ta kuptojmë drejt nocionin e lutjes. Lutja nuk është me informu Zotin. Lutja është me u drejtu Zotit dhe me kërku që njëkohësisht kur besimtari i drejtohet Zotit, po i nënshtrohet me krejt qenjen e tij dhe me pafuqinë e tij që nuk mundet me bë diçka. Po edhe nëse e bën, e kryen punën, po prap kërkon nga Zoti që ajo punë kryhet me bereqet. Kështu që Zoti në Kur'an thot: "Fa innehu ya'lamu sirra wa akhfa", Allahu i Madhërisht i din të msheftat dhe sekretet dhe më shumë. Do të thot Allahu din gjithçka. Mirë po, kur lutemi ne, e vetësojmë vetveten dhe e qetësojmë shpirtin edhe zemrën. Kështu që mos ta nënkuptojmë apo keq kuptojmë lutjen për informim, sepse Zoti është i gjithdijshëm dhe din gjithçka për ne, rreth nesh dhe mbi dhe në ne. Përderisa jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, çfarë bën më të veçantë lutjen brenda Ramazanit sesa në muajt e tjerë? Padyshim se lutja në Ramazan ka vlera dhe ka peshë tjetër në raport me muajt jashtë Ramazanit. Besimtari lutet vazhdimisht. Edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Edhe në Dhulhijhe, edhe në Dhulkade, edhe në Sefer, edhe në Shaban e në Recep. Mirë, po pse duaja në Ramazan ka peshë dhe vlerë më të madhe? E para, për hir të zbritjes së Kur'anit. Zoti i Madhërisht, qysh na tregojnë shkrimet fetare, thot kur të fillon Ramazani, idha jaa Ramadanu futihat abwabus sama wa ghulikat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Kur vjen Ramazani, hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e zjarrit të xhenemit dhe prangosen shejtanët. E dyta, në Ramazan, njeriu me ibadetin e agjërimit e kontrollon edhe egon, edhe emocionet, edhe veprimet e veta. Zemra është më e përkushtume, mendja është më e përqendrume në adhurim ndaj Zotit. Lëvizjet trupore janë të kontrollume. Kështu që edhe lutja kur bëhet në këto momente është më e vlefshme. Gjithashtu në Ramazan është edhe nata e madhe e Lejletul Kadrit, apo thjesht 10 që i fundit e Ramazanit, që kanë një vlerë jashtëzakonisht më të madhe se këto 20 ditë të para. Prandaj, lutja në Ramazan, që na ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thalathu da'awatun mustajabat. 3 lutje janë pakthyeshme. Njëra prej atyre është da'watu saim, lutja e agjëruesit derisa të bën iftar. Prandaj, ta shfrytëzojmë këtë muaj, të shfrytëzojmë këto ditë, të shfrytëzojmë këto orë e minuta e sekonda, mos na kalon koha kot, mos t'i neglizhojmë çështjet. Pra, vetë fakti që hapen dyert e xhenetit dhe në anën tjetër mbyllen dyert e xhenemit, ne kupton se lutja në këtë muaj është më e bekuar, është më e pranuar dhe besimtari nuk do të jetë neglizhent ndaj kësaj mundësie që ka para vetes së tij. I nderuar, çfarë mund na thoni, cilat janë kohët më të përshtatshme, kohët më të veçanta që lutja pranohet tek i Madhi Zot?
Kohët e veçanta në muajin e madhëreshëm të Ramazanit, pasi temin e kemi fuqia e lutjes në Ramazan, duke mos i anashkalu kohë tjera, po fokusin do ta kemi vetëm Ramazan, unë do t'i përmendi vetëm 3. Koha e iftarit, se ka thonë pejgamberi alayhis salam, lutja agjëruesit deri sa të bën iftar la yured, nuk thehet mbrapa. Lutja e cila bëhet në sefer dhe lutja e cila bëhet në 10 ditën e fundit, në veçanti në muajin, në natën e Lejletul Kadrit, apo natën në të cilën ka filluar me zbrit Kur'ani. Sipas shkrimeve islame, është pyet Musa alayhis salam kur ka biseduar me Zotin e Madhërisëm, o Zoti i Madh, këtë privilegj dhe këtë nder që ma ke dhënë mua, a do ta ketë ndokush? Zoti i Madhërisëm i përgjigjet po, thotë do të vjen një umet. Ajo është umeti Muhamedit alayhis salam. Mes ti dhe meje nuk ka asnjë perde, asnjë sferë qiellore. Do thotë kur Musa me Allahun xhaleshanu ka fol, kanë qenë dikon 70.000 sipas shkrimeve. Thotë po kur robi apo pjesëtari i umetit të Muhamedit alayhis salam ulet në sofrën e iftarit dhe ushqimin e ka përpara dhe nuk e zgjat dorën, përkundër që buzët i ka të thata, gjuhën e ka të thatë, barkun e ka të zbrazët, ja kërkon ushqimin, por nuk e zgjat dorën derisa të vijë koha, dhe ne kur ulemi në sofrën e iftarit, nuk ulemi me njëherë të ushqimi, nuk vrapojmë me njëherë të buka, po ulemi pak disa minuta para iftarit dhe e lusim Zotin xhaleshanuhu që Zoti i Madhërisëm na i pranoj këtë ibadet të agjërimit dhe bëjmë lutje të tjera të cilat jemi të nevojshëm. Prandaj, për këtë arsye, duhet të shfrytëzojmë këto momente. Elhamdulillah që Zoti na ka mësuar që ta fillojmë këtë muaj, inshallah Zoti na mëson edhe ta përfundojmë. Pra sipas asaj që ju shpjeguat, në sakrificën e madhe të ditës që agjëruesi bën abstenim nga ushqimi dhe pija dhe çdo gjë tjetër që dëmton agjërimin, është e rëndësishme që pranë kohës kur ai bën iftar, ta shfrytëzoj këtë moment veçantë që t'ia drejtoj Allahut lutjen nga zemra dhe nga shpirti. Mirë po, për ta tërhequr një paralele tjetër, a mundet që lutja mos të marrë përgjigje duhur? A ndodh që të refuzohet lutja? Po. Parimisht, lutjet janë të pranuara. Parimisht. Ud'uni estejib lakum. Kërkoni prej meje, unë t'ju përgjigjem. Mirë po, këtu qëndron edhe poenta. Tu duhet jemi shumë të kujdesshëm. Cilat lutje nuk pranohen? Kur e thash hadithin më herët, thalathetun da'awatun mustajaba, 3 lutje janë pakthyeshme, njëna prej tyre është da'watul madhlum, lutja e viktimës, e atij që është bë zullum, i është bë padrejtësi. Nëse Zoti na ruajt, ne ushtrojmë dhunë ndaj të tjerëve. Zullum, dhunë psikologjike, shpirtërore, apo materiale, apo familjare, lutemi kot. To janë preferencat pejgamberit alayhis salam. Gjithashtu, lutjet cilat nuk pranohen, duhet jemi të kujdesshëm ushqimin që po e ham, teshën që e kemi dhe mbathjet që i kemi. Pejgamberi alayhis salam thot, ka prej robërve të cilët e lusin Allahun xhaleshanuhu, o Zot, o Zot, o Zot, po ushqimi i tij është haram, veshja e tij është haram, mbathja e tij është haram, e si t'ja pranoj Zoti ato lutje? Prandaj, nëse ndodh që ne bëjmë lutje, po lutjet tona nuk na pranohen, ta pyesim veten, a mos është ndokush duke qajt prej meje, prej padrejtësisime, apo prej dhunave të natyrave të ndryshme. E lusim Allahun xhaleshanuhu që Zoti na i pranon duat dhe lutjet tona, inshallah Zoti na largon prej dhunës. Pra, padrejtësia mund të kuptohet edhe ndryshe, si pengesë që lutja mos pranohet. Por, a mund dalim në rrafsh tjetër? A ka ndonjë situatë kur lutja ka ndryshuar rrjedhën jetësore të ndonjë personi? Si mund ta shpjegosh këtë? Po, historia islame është përplot me ngjarje dhe raste të tilla.
Une në këtë emision do t'i përmendi 3 raste. Do t'a përmendi mas pari rastin e Yunusit a.s. pejgamber dhe i dërguar i Zotit. Yunusi a.s. ishte mlefos nga mos përgjigja e popullit të tij kur threste në besimin në një Zot. Dhe e kishte lënë popullin pa lejen e Zotit. Dhe hypi në anije me kalu me shku në një vend tjetër. Ngjarja është e njohur për opinionin dhe nuk do ta shpjegoj këtë, mirë po edhe Yunusi i vjen radha që të gjuhet në det. Yunusin a.s. e gëlltit një peshk i madh apo një balen. Dhe Yunusi a.s. e kuptoi se kishte bë një gabim, që kishte dal nga banorët e atij vendi pa lejen e Zotit Madhërisëm. Dhe në atë rast që ishte në 3 errësira, në errësirën e natës, në errësirën e detit dhe në errësirën në barkun e peshkut. Dhe çka po thot? Po i drejtohet Zotit, la ilaha illa ante subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka Zot tjetër përpos teje o Zot. Ti i pastër, i zhveshur nga çdo emet. Vërtet unë i bona padrejsi vetvetes. Allahu xhaleshanu e kuptoi pendimin dhe keqardhjen e Yunusit a.s. dhe kërkim faljen e tij në raport me Zotin, dhe Zoti i Madhërisëm e urdhëroi peshkun që Yunusi dal në jetën e kësaj dunjoje apo prej barkut të tij. Gjithashtu e kemi rastin e pejgamberit a.s. në luftën e Bedrit, e cila është zhvilluar në muajin e Madhërisëm të Ramazanit në natën e 17. Dhe pejgamberi Muhamedi a.s. natën para se të filloj beteja, përkundër përgatitjeve që kishte bën, pozicioneve, rreshtimin e ushtarëve apo sahabëve, ai e kishte lut Zotin, sa që thuhet, duke i ngritur durët lart, ju kanë duk edhe në shekullët. Dhe po thot, o Zot i madh, premtimin që ma ke dhënë realizohe. Nëse ky grup i besimtarëve dështon, nuk do të adhurohesh në sipërfaqen e tokës. Allahu i Madhërisëm thot Kur'an, wa idh tastaghithuna, kur keni kërku fastajabe lakum. Ju kum përgjigj, me çka ju përgjigj Zoti i Madhërisëm? Me nimi me laçe që i dërgoi ditën e nesërme dhe luftuan krah për krah me muslimanët, sepse ushtria islame ishte 313 vet apo 314, ndërsa ushtria politeiste ishte dikon ofër 1000 vet. Mendimin e Allahut xhaleshanuhu fitoi pejgamberi a.s. dhe muslimanët. Dhe rastin e tretë është që na tregon, që e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, 3 shokë që kanë dalë me një udhtim dhe gjatë rrugës ka qenë një shi i forishëm dhe kanë hyrë me një shpellë që të mos lagën, gjatë kohës rrshet një gur i madh dhe ja mbyll derën e shpellës. Dhe në pamundësi ata i humbën shpresat që nuk do të kenë mundësi dalin nga kjo ngrimin, thanë, po i lutemi Zotit xhaleshanuhu me lutjet sinqerta dhe me ndonjë vepër që kemi bën me sinqeritetin më të madh. Dhe ata ishin 3 shokë. I pari i luti Zotin për sjelljen që kishte pas ndaj prindërve. Dhe Allahu i Madhërisëm me fuqinë e tij e lëvizi gurin vetëm pak. I dyti e luti Zotin xhaleshanuhu për nderin që ishte ruajt prej haramit, Allahu xhaleshanuhu edhe pak e lëvizi gurin. Dhe i treti e luti Zotin xhaleshanuhu për ndershmërinë e tij në aspektin ekonomik, që kishte grumbulluar një pjesë pasurisë dhe nuk e kishte përvetësu, po ja kishte dhënë atij që i ka taku dhe u hap dera dhe dolën. Do të thotë, duaja ban mrekulli, po duaja e sinqert, duaja me veprat sinqerta, duaja e cila jo na del vetëm pe gjuhës dhe buzëve, po duaja kur e bëjmë me krejt qenjen dhe shpirtin tonë. Pra, duaja që rrjedh nga gjuha e pastër, nga zemra dhe shpirti, ajo dua natyrisht, pra sipas shembujve të cilët i sekët, bën ndryshimin e rrjedhjes të sejtës që kemi përpara. Një pyetje radhës. Cili është raporti mes lutjes dhe pjesës tjetër veprimit? A mjafton vetëm të lutemi,
apo duhet edhe vepra konkrete? Si shpjegohet kjo? Faleminderit shumë. Një çështje duhet ta kemi parasysh. Lutja nuk e zaventson veprimin. Rastin më të mirë e kem kohën e pejgamberit alayhis salam, kur e boni shpërnguljen nga Mekka në Medinë dhe erdhen një delegacion i nomadëve apo malsorëve. I po që ata ishin të djersitur, të plurosur, dhe erdhen te pejgamberi alayhis salam me qëllimin më të mirë, me me përshëndet. Dhe pejgamberi alayhis salam po i pyet me se erdhet, tha me deve. Kujla devet, tha ja lam Zotit. Mas pore tha shkoni lidhni, tani mbështet në të Zotin. Edhe rastin tjetër e kemi, a bisedum pak më herët betejën e Bedrit. Muhamedi alayhis salam dhe sahabët e tij radiallahu ta'ala anhum nuk u mbështetën vetëm lutje, po shkuan te Bedri, i zonën pozicionet, i banën përgatitjet, burimin e Bedrit apo krojën e Bedrit e lanë mbrapa dhe e lutën Zotin xhaleshanuhu që t'ju ndihmoj. Nga kjo kuptojmë se lutja pa veprim është anomali. Edhe puna pa lutje është mendjemallësi. Do me thonë, çdo herë duhet t'i kryjmë detyrat e shtëpisë, mandej t'i lutemi Zotit të Madhreshëm. I nderuar imam, a ka lutje që refuzohen, që nuk shkojnë tek i madhi Zot për shkak të padrejtësisë që njeriu mund t'i bëjë tjetrit? Po, na dhe më herët e përmendëm tërthorazi, lutja e cila nuk pranohet te Zoti është lutja e atij i cili është dhunues apo zullumçar, edhe lutja e atij i cili ushqehet me haram. Gjithashtu lutja e cila nuk është i vëmendshëm dhe nuk është i kujdesshëm, po është, tham kushtimisht, vetëm e thot lutjen formalisht, jo me shpirt edhe me zemër që thot populli. Pra, padrejtësia që njeriu mund ta bëj me tjetrin, duke u nisur s'pari në raport me veten, pastaj me familjen, pastaj me rrethin e tij, me cilët jeton dhe vepron, mund të jetë shkaku kryesor që njeriu t'i refuzohet lutja. Kështu thua? Absolutisht po. Nuk ka dilim. Se Zoti i Madhreshëm përderisa vetes ja ka ndalu padrejtësinë, kush është ai i cili don ta ushtrojë padrejtësinë? Edhe kjo është absurditeti më i madh nëse mendojmë një çështje të tillë. Imam i nderuar, në fund, çfarë mesazhi keni për dhënë për gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ta shtojnë kujdesin edhe më tepër ndaj këtij ibadeti veçantë që është lutja, e ta kemi parasysh më shumë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit? Çfarë mund të thoni? Besimtari i vëmendshëm dhe i kujdesshëm, krahas ibadeteve tjera, agjërimit, namazit të taravive, sadakave, sadakatul fitrit, zeqatit, iftareve, edhe ibadeteve tjera të cilat nuk i kufizon në numër, nuk duhet ta neglizhoj as si duan. Mund të ndodhë që një dua e jotja apo e imja ma ndryshon jetën. Me ndihmën dhe mëshirën e Zotit, por derisa Zoti i Madhreshëm, nëse kemi të drejtë, na e ka hap një dritare të qiellit për lutjet tona, dhe në këtë muaj që asnjëherë më parë, në asnjë muaj tjetër, Zoti nuk i pranon lutjet më shumë se në muajin e Madhreshëm të Ramazanit, pse ta neglizhojmë këtë muaj? Prandaj të lutemi me sinqeritet dhe të jemi të bindur që Zoti do të na përgjigjet. Edhe pse, ndoshta ka një herë krijojmë një përshtypje apo një besim se Zoti nuk po na përgjigjet, por ç'është na thot pejgamberi alayhis salam, Zoti pranon duat, ose të përgjigjet aty për aty, ose të tavonon ose të mbron për një të keqe, ose e shtyn për nesër për ditën e gjykimit. E lutim Zotin xhaleshanuhu që na i pranoj duat, lutjet tona, adhurimet dhe ibadetet tona, dhe në takimin me Allahun xhaleshanuhu të jemi ballhapur dhe faqebardh. Imam i nderuar, faleminderit shumë për elaborimin e kësaj teme në mënyrë të veçantë. Dhe natyrisht se urtësitë e asaj që dëgjuam nga jo janë të mëdha e do shërbejnë në vazhdimsi në edukimin dhe vëdjesimin tonë.
Andaj shikues të nderuar, duke lutur të Madhin Zot që mirësitë e Tij të jenë prezente në mesin e juaj, deri në takimin e radhës, mirupafshim, paqja e Allahut qoftë mbi ju.